Në qoftë se doni sqarojmë të bisedën e Laertit mirë. Okej. Amani sa kafe kam pirë të lutem. Çfarë janë Rozana dhe Laerti? Kjo është pyetja. Rozi dhe Laerti janë thjesht komshi. Laerti është një kap poshtë Rozit. Jo miq, domethënë. Nuk kanë qenë kurrë miq të mirë. Kanë një vlerësim shumë të madh për njëri tjetrin. Ndoshta janë nga këto njerëz që vlerësohen edhe pse nuk takohen për një kohë të gjatë. Laerti ka pas një vlerësim shumë të madh edhe për babain tim dhe për familjen tonë. Këtë e ka shprehur shpesh në mesazhet që ai më ka dërguar mua kur kemi pasur përvjetore ose raste për cilat kemi komunikuar. Të them që Laerti ka folur më shumë me mua se sa me Rozin, kjo është e vërtetë. Është e vërtetë që nuk kanë pirë kafe kaq shumë sa përfliten, jo më shumë se sa 3 kafe, por në pallat kur ne kthehemi në darkë me Rozin, Laerti gjithmonë është aty me Marinin që tashmë është bërë një personazh i njohur dhe diskutojnë gjithmonë poshtë pallatit ku është një stol. Dhe ne çdo darkë kur kthehemi, Laerti është aty. Flasim, mirëmbrëma si je, këto gjërat e veta dhe ne ngjitemi lart. Kaq është takimi i tyre. I vetmi rast kur Rozi ka qenë prezent në një event le ta quaj të Laertit, ka qenë kur Laerti mori një çmim në, nuk e di, ishte Kishmë, duket, nuk e di, nuk e mbaj mend mirë se çfarë ka qenë, dhe i kërkoi Rozit që të ishte prezent bashkë me Marinen, sepse vetëm juve tha ju kam këtu, tha. Duke patjetër, meqenëse jemi duke folur për edhe këto situatat që sillen nga jashtë, ne kemi parë para disa javësh kanë dalë disa komente që kishte shkruajt Rozana për Neda Ballukun, që është opinionistja këtë vit. Mesazhi që i kemi parë, si e sheti raportin e tyre? Unë jam totalisht me Rozin të kjo pikë. Jam totalisht me Rozin. Që do të thotë, këto janë disa situata të ndodhura 15 vite më parë, dhe kur ti i rikthen sërish, atëherë problemi nuk është me i Rozit. Si është? Nuk është më problemi i Rozit, është i asaj vajzës që qëndron diku ulur aty. Mendon, domethënë, çfarë po thua, kalimi i kohës është një faktor? Po sigurisht. Sigurisht. Këto janë gjëra të cilat i bën 15 vite më parë, kur Rozi ka qenë thjesht një shikuese e Big Brotherit, pra një komentuese siç mund të jetë kushdo që komenton në një rrjet social, dhe ti ke qenë brenda asaj shtëpie, dhe kur ti del nga ajo shtëpi nuk e harron kurrë ato gjërat që kanë ndodhur. Jo, po ka qenë Rozi që e ka akuzuar që Neda e kishte personale. Dhe kjo duket. Kjo duket më së miri. Po, pam mesazhet. Domethënë mos komente. Atëherë, nëse do të Rozi që në prajmin e parë ka thënë, unë kam bërë disa mesazhe për cilat kam folur për Nedën kur ajo ka qenë në Big Brother. Dhe mendoj që Neda këto nuk i ka harruar. Dhe me sa duket, kjo që ka e vërtet. Neda nuk i ka harruar dhe s'ka për t'i harruar kur këto mesazhe. Okej, qartë. Do doja të të pyesja edhe partneri i Rozanës me gjithë këto debate, këtë rrugtimin, si e ka përjetuar, si e ka parë? Është shumë i qetë. Shpëtimi është tip që ka shumë humor. Është tip që e ka mbështetur gjithmonë Rozin dhe një nga personat cilat i jep forcë Rozit është edhe Shpëtimi. Në çdo event të Rozit, pavarësisht se fjalën time ajo e ka primare, nuk shkon në asnjë vend pa marrë mendimin e tij. Është mbështetësi më i madh i Rozanës, ne flasim çdo ditë me njëri tjetrin, më thot kam filluar ta shoh Rozin më shumë se sa e shiha kur ishim bashk, sepse puna bën vetën, ato shiheshin vetëm në darkë kur mblidheshin në shtëpi dhe mëngjesi që normalisht secili shkon në punërat e veta. Por e mbështet dhe mbështet fort.